Janë dy emra që po përflitën mas shumëti, është presidentja aktuale, Vjosa Osmani, që ka shpreh ambicjet dhe publikisht është duke kërkuar një mandat të dytë, edhe Ramush Haradinaj, kryetari i AK-s, që po thuhet se është duke tentuar që të shkojë drejt kandidimit, edhe e ka shpreh edhe ka herë ambicjen e tij për të qenë president. Në proceset kaluara zgjedhore, a mendoni që këta janë emra potencialisht që mund të gëzojnë ndoshta përkrahjen e shumicës së duhur, 2/3 të deputetëve, apo duhet ketë ndonjë kandidat tjetër? Secili njeri në Kosovë ka interes me bo president i Kosovës. Do më thonë, është pozita ma e lartë shtetërore në aspektin edhe simbolik, është gjithë shka që mundet një popull me i dhoni personi në Kosovë. Nuk mundet ma shumë kë popull i vogël edhe i varfën i Evropës me i dhonë ma shumë një personi se me bo president. Edhe masaj kryeministër ose kryeparlamentar. Është pak e rëndë për mu si qytetar që kam qenë deri tash politikan, se si njerëzit në Kosovë marrin pozita shtetërore edhe nuk ngihen me ato pozita shtetërore mas një kohë, edhe nuk i bëhet boll edhe dojnë prap pozita edhe prap pozita shtetërore. Duket absurde? Mu më duket e çuditshme, jo absurde, sepse kërkesa për pushtet nuk i nalet askujt, po duhet me pas njeri një farë limiti në nevojën me qenë gjithmoni pushtetshëm e një vend ka të varfën. Nëse populli ta ka dhanë gjithë këtë fuqi, edhe ti tash don hala ma shumë fuqi, edhe prap hala ma shumë fuqi, duhet qytetari edhe me mendu pak ta si diçka, sepse secili don mu bo president, edhe unë kisha dash mu bo president, edhe ti besoj, është nderi ma i madh që më ta dhanë dikush. Unë mendoj që këto duhet zgjidhen ashtu si. Dhe ka dikush që po kërkon me ngulm që tjetë për herë i pushtetë? Gjithë po kërkojnë me ngulm me qenë për herë të pushtetë, me te i kalu çdo suaz normalitetit edhe po e zhagitin proceset edhe pushteti ti në Kosovë je duke dheq vendi me shëndetësinë ma të dopë në Evropë, arsimin ma të dopë në Evropë, ekonominë ma të dopë në Evropë. Me qenë udhëhet si këti vendi nuk është letë, nuk je herose, nuk është që je të bo Zvicër ose Danimarkë. Je duke e majtë, edhe qëto simbolikat e tentativës për hërizëm ma shumë gjasojnë me disa vendet të dvarfrat të Afrikës se me një vend që dëshënë me hi në Evropë. Unë kësha dasht me jetu me një Kosovë për që një politikan asë mund nuk na njef kërkush, po na punojna, shkojna në zyre edhe ecim të shpia edhe i kryna punt që na takojnë si të delegume, si të pagumë shtetënor, po